Përshëndetje që të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog, siç e pat, me thënë drejtën kam një budela tapetat që të pikë mëngjesit sot. Edhe u bëra pak vonë, po prisin këta njerëzit që do të ikin të flas. Dhe tani kanë marrë një pozicion shikimi vrastar. Edhe gjithsesi e rregullova se era shpejt me taksi, edhe tani po presim taksin tjetër që të ikim në Meliha. Ervam. O njerëz, shikta të dy, unë po shikoja me detin me Denisin, Ergi e blule Anisës. Denis, kush lulja ime? Mirë se nuk kam folur fare, këtu është shumë bukur, kam marrë 2 vjet me Denisin në Adira Bay. Thash mirë Anisa? Are you proud of me? Yes. Okay. Dhe çfarë kushtojnë, domethënë gjasë këtu na i la nga 15 euro, 2 zonë dhe një çadër. Edhe u futëm në det, u ishte super i mirë, nuk është as shumë vap, nuk është as freskët, është perfekt si duhet të jetë. Dhe tani po mendojmë që të shkojmë dhe ta ham, sepse ka vajtur ora 2:30 gati dhe s'kemi ngrënë asnjë gjë, përveç Denisit që janë ngrënë të puna. Gjithsesi, do ikim në një restorant këtu, të t'ju them nëse ja vlen apo jo, por që si plazh, si gji, domethënë është më i mirë nga ç'kemi qenë këtej përdallë. Pastër. Është pastër, është qetë, çadrat nuk janë aq ngjitur, kështu që këtu është okay. Herkis na jep vendimin tënd për verën. Okej. Deri më tani kemi marrë kallamarit të skuqur dhe salatë qezare. Dhe tjetër kemi një burrata salad edhe patate të skuqura. Këto janë ato që kemi marrë për në mes, pastaj po presim. Jep Anisa, ha. Brava Anisa. Mua më erdhi burgeri im, me thënë të drejtën sallatat dhe këto gjërat e tjera ishin të mira, po dhe kjo besoj e mirë duket. Ndërsa çunat kanë marrë pizza la, si quhet kjo? La pugliese. Por Ergi e ka me crudo. Dhe Anisa ka marrë një calzone napoletana. Unë nuk e preka dot burgerin sepse jam super shumë full, kështu do ta marr me vete. Denisi e mbaroi pizzën e vet. Ergysi gjysëm, kanë ngrënë pak sot prandaj. Edhe Anisa gjysëm. Çka ke Ergysi gjysëm? Sa buk. Just book. Denis, të kurse doje shumë të haje. Sandre, Vetëm pizzën? vetëm pizzën edhe sallatën me burrata. Tani do shohim se sa ka shkuar çmimi. Jam shumë kurioze të di se sa ka vajtur çmimi të gjithë këtyre gjërave që kemi marrë, edhe dikim se na flet çik gjumë tani. Dhe fatura na shkoi kaq. Tani ne vendosëm që të luajmë Mulan dhe ne luajmë secili për veten e vet. Unë ju mora pije. Ergysi i kënaqur? Shumë i kënaqur. Faleminderit. Denisi i kënaqur? Ja. Cheers. Wow, jo. Për veten tuaj e keni. Si morë dy? Të lojën e parë e fitoi Denisi. Unë dola në vend dytë me një diferencë shumë të madhe pikësh, po që gjithsesi. Ua, Anisa, ç'ka kaq do ti? La burri jot. Asi joti. Ndërkohë që tani po mendojmë që të futem në det, sepse flasën vape. Kemi një vizitor. Nisëm një lojë tjetër neve, edhe Denisi e gjeti, po i thash mbaje çik që t'ja u tregoj njerëzve çfarë loje po luajmë, ndërsa Ergysi s'e ka gjetur akoma. Hapi çik Ergysi ta shohim çka ke. Okej. Dhe po han fruta ndërkohë. Ka ardhur momenti që të ikim, sepse u bë natë. Dhe ja ku jemi në shtëpi, kemi bërë dhe dush dhe tani po presim sërish Ergin me Anisën sepse nuk u ngopëm gjatë gjithë ditës sot, por do vinë të luajmë Uno. Tani unë pushim jam,
Por të tre këta janë në punë nesër. Do më thënë, Denisi është ai që është më herët, Anisa është në 11 deri gish në orën 5 pasdite, po që, okej, vendosim që ata do vinë edhe do luajmë sërish letra. Unë besoj se Mulan edhe nuk e di sa qindra lojra kemi bërë sot, por që ishte një ditë e bukur edhe u kënaqa, me thënë drejtën, u kënaqa vërtet. Datja në Meliha është shumë më mirë se sa në çdo vend tjetër. Adira Bey, apo jo quaj zemër? Po. Nice, ja vlen. Për ju që doni të vizitoni Maltën, atje është këndshëm. Vetëm se çadrat janë deri në orën 6, pastaj ja u marrin. Mirëmëngjesi nga dita tjetër. Denisi nuk është në shtëpi para dite, sepse është në punë, dhe unë po shfrytëzoj këtë moment për të takuar me disa prej miqve të mi. Do të thënë, kisha lënë me Janikën edhe me Kristabel, po Kristabel më shkruajti sot në mëngjes. Do të thënë, më shkruajti ajo që të takoheshim, por para 2 ditësh, ndërkohë që sot është stëmur, kështu që anulluam, dhe unë do shkoj të takoj Janikën, menaxhere time të madhe, se kështu e quanim, edhe pse është në vjetë moshë sa unë, në Pama, jo në Pama, te Pama, ups. Kështu që ikim të Pama. Erdha në shtëpi, me thënë të drejtën qëndruam pak me Janikën aty, gati 2 orë e gjysmë, na kishte marrë malli, edhe gjeni pak, haruam që të bënim foto, dhe pasi kam hyrë në autobus, më shkruan Janika dhe më thot, nuk bëm foto, do të kishim bërë foto. Edhe i thash, edhe i kisha në mendje, edhe i kisha pasur në mendje dhe Janika, por u harruam duke bërë muhabet. Qëndrova pak me Janikën aty te kafja, dhe pas një orë e pak, erdhi dhe Silvia, që ka qenë, do të thënë, që është CEO i kompanisë, edhe po më thoshte që kishim planet e reja për Zara Home, edhe tjerë, edhe po më thoshte që do kthehesh, kemi një vend të lirë për ty. Mbaruam kafen, edhe unë nuk era në shtëpi, e kisha lënë që do vija në shtëpi, sepse doja që të bëja makarona me salcë. Shkova në Valeta, sepse taksia ishte shumë shtrenjtë dhe thash nuk ja vlen që unë të marr taksin nga Pama dhe të vi tek shtëpia këtu dhe të harxoj lek. Ndërkohë që Denisi mbaronte për punë 30 minutash punën dhe vendosa të shkoj në Valeta. Shkova në Valeta, Denisi s'kishte mbaruar akoma punë, edhe çfarë bëra unë, hyra në një dyqan që, domethënë, më saktë. Shkova tek Muji, ato që jetojnë këtu në Maltë e dinë. Ka gjëra të lira, apo mund gjesh gjëra të lezetshme dhe të veçanta. Nuk pash asgjë, dua të blej më saktë, jo doja të blej, apo dua të blej një palë balerina, sepse ka dalë shumë në modë një, edhe del nga situata me ato balerina, të vesh çdo me xhinse gjatë verës, për shembull në momente të ndryshme kritike për jetën, po që nuk pash, nuk është se kishin, edhe dyqani përballë kishte jewelries edhe aksesor edhe kështu çantas, thash jewelries dhe aksesor. Nejse, e kuptuat besoj, edhe mora këtë kapelen, po e mbani mend, unë e pata marrë, nuk ishte si kjo ajo që unë kisha për pushimet që kemi bërë në Zanzibar, për muajin e mjatit domethënë, por që kjo forma më pëlqen, edhe kam kohë që kërkoj, por nuk isha gjetur, dhe gjeta këtu, edhe ishte 10 euro. Kështu që e mora se tash okay, çmimi është super, 10 euro unë s'do gjej në vend tjetër. Zemër do e mbush çka të dritaren se hyn zhurma. Wow, çfarë ndryshimi. Përveç kësaj kapeles, mora edhe një varse me perla. A janë perla origjinale? Nuk do t'ja u them 100%, mirë po, ajo zonja që punonte aty më tha që janë perla, do të thënë nuk janë perla fake. Dhe janë kështu, nuk është ajo forma rrethore e perlës, po është kështu si duket sigur është natyrale, sepse janë kështu me forma të ndryshme. Shpresoj të jetë natyrale sepse do jetë akoma dhe më mirë për mua. E kam marrë të thjesht. Ja vura syrin faktikisht edhe një varse e tjetër që ishte komplet me perla, po kjo më duk pak më fine, pak më shumë për stilin tim, edhe është kjo këtu. Edhe rri pak a shumë kështu, tani për verë, për fustane, për outfit është shumë nice.
Edhe kjo nuk është gold, që ta keni parasysh, është stainless steel që nuk nxjihet, domethënë mund të lash, mund të fillesh në ujë, në det me këtë, nuk është problem fare. Thjesht më pëlqeu shumë forma, edhe ja, shikoni pelat që janë të ndryshme. Edhe kjo ishte 18 euro. Nuk ka bëj, po, 18 euro. Edhe mora dhe këtë. Tani, do ndërrohem, do kap flokët, që by the way, më thoni pak, a ju pëlqejnë flokët e mia kështu, sepse nuk e di pse, po mua më pëlqejnë dhe më japin një vibe nice. Si të duken flokët e mia aty? Kështu, a më shkojnë? Po. Se dashtë mos më duke vetëm mua që më shkonin. Jo, shkojnë vërtet. Faleminderit zemër. Nice. Tani, kapim flokët, edhe të nis të bëj salcën, do t'ja u tregoj edhe juve këtë salcën, sepse është me vërtet shumë e mirë. Tani, shpresoj që unë ta realizoj ashtu siç duhet, dhe mos ta bëj kot në kot, dhe mos ta bëj keq. Por, do ta bëjmë bashkë, t'ja u tregoj siç më ka treguar kushërira ime. Kemi shkryer gjalpin, kemi gryer qepën edhe hudhrën dhe i kemi hedhur bashk. Do t'i skuqim tani këto, domethënë do t'i kapërdisim derisa të skuqen mirë. Ndërkohë kam vendosur dhe ujin të zjej. Pasi skuqëm hudhrën edhe qepën, kam hedhur dhe tonin, po i kapërdis pak bashkë të treja dhe më pas vazhdojmë me salcën. Hodha salcë, rigon, krip edhe piper të kuq. Ndërkohë po na zihen edhe makaronat. Edhe për mbyllje, panën. Përgatitja e salcës mbaroi. Një pjesë të mirë, ose më saktë kam mbushur një kavanoz dhe ja kam lënë gati Denisit që ta ketë këtu, dhe pjesën tjetër kam përdorur tek makaronat që ju tregova pak më parë. Tash po ja u kthej dhe po ja u tregoj se si duken, dhe Denisi do t'i provojë dhe do japi vlerësimin e tij për makaronat që i bëra unë. Tani më falni për gjendjen time, si që kam kështu, gjendje shtëpie me pak fjalë. Tani më falni për këto, duken perfekt nga pamja, tani të shohim dhe në shije. Ha, Denis? Sa e vlerëson salcën time? 10 nga 10. 10 nga 10 vërtet? Po, shumë mirë. Njerëz nuk e kam kërcenuar. Është vërtet. Unë sot nuk kam marrë fare me vete dhe kemi dalë për darkë me Denisin, erdhi dhe erga. Nuk kam piu me dorën. Erdhi dhe ergi me Anisën dhe i gjej një pak se çfarë na ka truri mua dhe Anisës. Të ikim në plazh. Kështu që po ikim të marrim rrobat e banjës edhe do ikim në plazh. Njerëz, ta të dy nuk donin të vini të shikoni pak. Unë me Anisën jemi këtej. Ata të dy u futën. Se nuk e keni bërë akoma këtë ardhjen në det natën, duhet ta bëni patjetër, dhe kemi marrë ca pije kështu që të shtym natën, ka vajtur ora 1 për momentin. Dhe kjo është pamja që neve kemi. Tani ora është 2 edhe ne po luajmë ludo. As vetë se di njerëz, por fitova. Ora ka vajtur 2:30, kështu që po çohemi edhe po ikim, por realisht u kënaqem, edhe nëse nuk e keni bërë ndonjëherë do ta bëni patjetër. E keni sugjerim nga unë. Hello nga dita tjetër. Denisi zi nga gjumi. Sot është dita ime e fundit këtu në Maltë. Domethënë nesër iki, po që nesër iki shumë pikë mëngjesit, kështu që fix dita e fundit këtu në Maltë. Dhe kemi vendosur të shkojmë tek Popeye Village. Në 2 vite e gjysmë që unë kam jetuar këtu, nuk e di se sa herë kemi bërë me plan që të shkojmë, po asnjëherë nuk e kemi marrë iniciativën për t'ikur deri aty, nga që është çik larg. Është fix aty ku kemi bërë plazhin para 3 ditësh, por që të shkojmë, të shohim, bileta thoshte që nuk kishte.
por shpresojmë që të gjejmë bileta atje në vend. Unë kam veshur këtë fustanin me lule të voçkla, e kam veshur edhe në Zanzibar, e kam veshur edhe këtu kur erdha para një jave. Por që nuk kam bërë foto, edhe ky më jep fiksa të vibe-in e atij fshati të vogël atje. Këtu lart kam vendosur tapetat që lava, mirë po i kam vendosur në qese të zezë sepse nuk kisha qese tjetër, okej, mos më gjykoni. Por që i vendosa në qese nga që i thash Denisit mos t'i vendosi tani duke qenë se është shumë vap edhe nuk ja vlen të kesh tapeta. Plus shtëpia është e vogël, është më mirë t'i vendosi kur të freskohet pak koha nga tetori, nga nëntori, kështu që mos bëjmë pis. Ja bëra gati dhe ja lash atij sipër. Do të rikëqoj që vendosa pak më parë ka mbaruar, kështu që do andej atë, edhe mund t'ikim zemër, unë jam gati. Jam për shpejt gati sot. Edhe ti e gati, bravo. Kështu që ikim në Popeye Village. Dolam! Si dhe mja për atës në kubë që janë. Bëritëm këtu ne, na zjati rruga rreth 45 minuta dhe ne nuk kemi bler bileta, kështu që po mundohemi të shohim nëse ka bileta këtu. Pyetëm atë taksisten dhe na tha që po ka, mos e keni problem. Tani presim të shohim. Po, i blem shumë kollaj edhe ishin 18 euro për person. Denis, si duket, është cute? Janë shumë të lezetshme njerëz. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Dhe më tani 74 veta që e kanë shënuar këtu. Shumëzim 18, ua, sa le ka bë këtu. Shqiptari mesatar. Denisi po kërcen njerëz. Kujdes, kujdes. Wow. Bravo zemër. Ashtë edhe të tjera nëse da. Bravo. Dënohesh me vdekje. Deri më tani është super nice. Unë i mblodha flokët sepse është super vap. Por që realisht ja vlen, është shumë këndshëm, kanë vendosur edhe lojra brenda disa prej këtyre shtëpiave, edhe e kanë bërë më nice, domethënë më të lezetshme edhe për fëmijët edhe për të rriturit. Kështu që nëse vini në mal, duhet ta vizitoni patjetër. I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. Jemi kënaqur dhe do ikim sepse është super shumë vap. Tani nuk e dim, ne mund të shkojmë edhe në det se unë kam marrë rrobat e plazhit, por që po e mendojmë, është super shumë vap. Vendosim që të marrim një suvenir sepse me thënë të drejtën nga Malta ne nuk kemi as edhe një suvenir. Po mas më pëlqejnë këto, do të ndua më shumë çfarë ne kemi bledhur. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna Besoj e kuptoni që kemi ardhur të shtëpia në Tiranë, besoj se dallohet nga këndi.
dhe besoj se e keni kuptuar pak nga ato pak xhirime që unë kam kapur nga aeroporti dje. Nuk e di, po dje ka qenë një ditë e tmerrshme. Përveç se kisha orë të gjatë pritje në aeroport të detyruara për shkak të connected flight, u shty avioni me 4 orë pasi filluan shirat në Bologna dhe nuk ulej dot avioni që duhet vinte ta merrte neve kishte ndaluar në Venecia. Domethënë një mishmash i vërtet, shumë familje shqiptare me fëmijë të moshuar. Grej. Me pak fjalë ishte vërtet shumë e lodhshme. Gjithsesi unë bëra disa blerje tek duty free atje. Grej, sa po të mbaroj videon, okay? Bëra disa blerje që po thoja, bëra disa blerje tek duty free. Kam marrë një restock të lapsit tim të vetullave që tashmë e dini që përdor këtë nga Benefit numrin 4. Kam ende, po më ka ngelur shumë pak, kështu që thash të marr një backup. Dhe concealer. Unë përdor concealerin e Tarte, mirë po Tarte është pak e vështirë të gjehet në aeroport. Unë nuk i gjeta as në aeroportin e Maltës dhe as në ato të Bolonjës. Kështu që vendosa të marr një concealer nga Diego Della Palma. Më kanë thënë që është i mirë, e kam parë dhe disa review, mora të njëjtën ngjyrë siç përdor ato të Tarte, sepse ai më pëlqen, por Tarte që kur e kam blerë në Madrid, e mendoni, një vit e 3 muaj, që unë e përdor çdo ditë dhe ende ka, dhe unë ende pa ja nxjerr fundin, nuk do ta nis ta përdor këtë, sepse gjendet tek njerëz. Kjo ishte 21 euro, ishte 10 euro më pak se sa i Tarte, dhe ky 26, nuk ka boj. Gjithashtu kam marrë edhe një parfum nga B-Squared për nusën e Dajës, sepse këto ditë që unë kam qenë në Malt, ajo ka shkuar dhe ka hapur dyqanin Charmin për mua, kështu që e meritonte një dhuratë të vogël. Tani, ky vlog e di që ka qenë pak sa i ngatruar, jam munduar shumë t'ju shpjegoj me klipe të vogla se çfarë kemi bërë në momente të ndryshme. Dhe mendoj se ka ardhur momenti që unë ta mbyll këtu dhe të nis një vlog të ri me ardhjen në Tiranë, sepse mezi po pres të shkoj te Charmi më ka marr malli edhe dua të ndroj manekin, dua të bëj një revolucion. Kam një plan të ri për Charmin, kështu që po nxitoj të marr këto gjërat sa më shpejt edhe ta bëjmë Charmin edhe më të larmishëm. Për sa i përket Maltës, besoj që do të rikthehem sërish, se kur nuk e di, por do të kemi sërish vlogje nga Malta, është pak, por e sigurt. Dhe njëherë do t'ju falenderoj shumë që më ndoqët dhe do t'ju kërkoja të më bëni subscribe, të më supportonit me një subscribe, me një like, me një comment, çfarë dëshironi ju. Dhe ne do të shihemi në videon tjetër.